Mirëmbrëma Nora, dhe çfarë u tha në këtë përkujtim për Ukshin Hotin? Mirëmbrëma Valbona, mirëmbrëma për gjithë shikuesit tanë. Ne tani po gjendemi në kompleksin, pra në muzeun e shtëpisë profesorit Ukshin Hoti, i cili është bërë tashmë 26 vite dhe që nuk dihet për fatin e tij. Pikërisht në këtë ditë sot është mbajtur, pra në këto momente po vazhdon të bëhet tubimi sensibilizues, ashtu siç u tha në këtë tubim, me moton ku është Ukshin Hoti, derisa nuk po dihet për fatin e tij. Gjatë ditës është vizituar kompleksi nga përfaqësues të ndryshëm të institucioneve të vendit. Ka qenë në vizitë këtu ministrja në detyrë Albulena Haxhiu dhe Arbërie Nagavci, dhe qytetarë të shumë deri tash sa ne po gjendemi këtu po vizitojnë muzeun, të cilët po kërkojnë që nga organizatat ndërkombëtare të bëhet presion Serbisë më tepër në mënyrë që të dihet fati i profesor Ukshin Hotit. Në tubim u tha se ai ishte një intelektual i përmasave të mëdha dhe i cili nuk ka pranuar agresionin e egër të Serbisë ndaj shqiptarëve të Kosovës. Gjatë gjithë tubimit, nga folësit që ishin të pranishëm, u kërkua me ngulm që të dihet për fatin e profesor Ukshin Hotit. Kaq për informacionet nga shtëpia muze këtu në Krusht të Rahovecit. Faleminderit Nora.